Pa orare, hiq pa plan Të rije treja online 24 orë po jam pa punësim E të shumire e ti Me fjarë të kota e gënjeshtra dita po kalon Pije kafja e mëngjesit edhe natën bon Pa punësim E të shumire e ti Shmëri shqiptare, rini që nuk ka pare Welcome to Albania, welcome to Albania Ideja sa të duash, s'duhet as t'i paguash Welcome to Albania, welcome to Albania Këtu është unë mbrëmje, nuk është ekskluzive dot Se pra ti bëhe çdo ditë jave vetëm kot e kot Pa punësit E të shumire e ti Si në të top Prishtin, Tirane, kudo që të jesh Kjo rini shqiptare, ka me fi po burqesh Pa punësit E të shumire e ti Shmëri shqiptare, rini që nuk ka pare Welcome to Albania, welcome to Albania Ideja sa të duash, duhet as t'i paguash Welcome to Albania, welcome to Albania Profesion, kryeson pa punësia Depresion, qdo të një që e shet Gratis ka mbet, vetëm dashuria Të tua thuaj se pale ke Profesion, kryeson pa punësia Depresion, qdo të ri që e shet Gratis ka mbet, vetëm dashuria Të tua thuaj se pale ke Gratis ka mbet, vetëm dashuria Të dua thuaj se pale ke Profesion, kryeson pa punësia Depresion, qdo të ri që e shet Gratis ka mbet, vetëm dashuria Të dua thuaj Live në Top Show Magazine, Welcome to Albania, kënga që sa po dëgjuat dhe që na ktheu në pjesën e dytë të emisionit, pjesë e albumit Mohikani i fundit, albumi i cili në fakt u promovua me një koncert të madh në qershor në Tetov, por gjithashtu promovua këtu edhe me videoklipin Më fal, në atë kohë apo jo. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Komplet Elita 5 ka zëvendësuar në fakt pjesën e bendit rock të grupit Virusi. Mund të afrohesh dhe ti këtu tek pjesa jon? Keni ardhur me një tjetër videoklip apo jo? Po për këtë do flasim pak më vonë, ndërkohë që dua të di njëherë si ka shkuar albumi. Albumi ka shkuar shumë mirë, jemi shumë të kënaqur, si në Kosovë, në Shqipëri edhe në Maqedoni ka ecë shumë mirë.
këngët dal nga dal, po ndëgjohen, e vërejmë që në për koncertet tona i këndojnë, ajo ka rëndësi për ne. I fundit koncert ka qenë Prizren, apo jo? Po, ishte në Prizren. Para disa ditësh. Ishte për promovimin e albumit, apo kishte edhe arsye tjera? Po, kishe edhe arsye tjera, po si zakonisht do koncert që shkojmë tash, bëjmë edhe promovimin e albumit, këngëve të reja dhe e shohim që publiku i ka pranuar shumë mirë dhe po reagojnë. Si ishte pjesëmarrja në Prizren? Shumë mirë. Prizreni është shumë vend i mirë, publiku është i mrekullueshëm, si në gjithë trojet shqiptare. Po, Danin është rradha e Shqipërisë, besoj. Po, pa tjetër, me tash që jemi në... Jo, Në regull. Jemi për ditën e flamurit tash në Kelvin. A, do t'jeni këtu në Tiranë, për ditën e flamurit në datë 28 nesër, në datë 28 nëntor, do t'jeni këtu. Tham që keni ardhur për promovimin edhe të videoklipit ri, po për të njëjtën arsye janë dhe Ethno Engjëjt, apo jo? Është videoklipi i ri dhe juji, që ne prezentojmë të freskët fare sonte gjithashtu. Haj, Lona. Jo, po dosha të freskëta bio, kështu të sa Shqiptare. Se Ethno Engjëjt erdhën shpar me Proud to be Albanian, ndërkohë që kemi Welcome to Albania, po nga ajo pjesa, le të themi, egzaltuese e të qenurit shqiptar, kam idenë që tek Welcome to Albania është i vështrim të mirë se erdhët në Shqipëri, është i vështrim më ironik, ta quajmë më kritik ndaj Shqipërisë, ndaj shqiptarëve në përgjithësi? Alban, duhet të ceki se këtu kemi përmendur edhe Tetovën, kemi përmendur Prishtinën edhe Tiranën, ne quajmë Shqipëri edhe vendet ku ka dhe një shqiptar. Nuk i dedikohet veç Shqipërisë, po gjithë trojeve ku jetojnë shqiptarët. Do me thonë është një tekst... Do në gjitha trojet shqiptare kafja e mëngjesit pijet deri në darkë vonë. Makiato në ranon. Duhet një shok më bëni një kritik, tha këtu jeni treguar pak si kritik, si sen... Thash më thuaj në cilën fjalë nuk ka një realitet, ka një realitet. Nuk ka një vërtet, ashtu është. Jo, pa tjetër egzaltimi dhe qefi dhe krenaria që jemi shqiptar, po duhet me i pa edhe të metat e vetes. Po ndjekim videoklipin e fundit të Ethnon dhe do vazhdojmë bisedën pas pak. E ndjekim videoklipin. Shqip Dance, videoklipi më i fundit i Ethnon, është në fakt një bashkëpunim me Lyrical Son, apo jo? Po. Pra, nga cmimet e fillimit vazhdojnë dhe këtu. E kisha paralemru, herën e kalume paralemrova one. E paralemrove, që do ishim me këtë videoklip dhe mbajtë fjallën e erdhe me videoklipin. Qarë dovë të kjo Shqip Dance-i? Fillimisht u kthy me një bashkëpunim si ma herët. Ka nga që shumë e suksesme, ka një muj e pak ditë që është dalë, kapin me një herën, e qenë se është bëhë si parametër kjo puna e klikimeve së nëmës dhe zhandre jonë. Kapi dikun 1.5 milion klikime për një muj e pak, kështu që është... është goxha mirë. Ja, zakonisht mirë, për ndimin tonë se nuk do më thonë që vetëm e konsumoj njerës të aty, po ka që blenë CD-në, po ka që shkarkojnë për internetit. Po kjo është si ajo bli Shqip? Do më blej produkte shqiptare? Jo, kjo ka një mesazh këtë tjetër. E di pse, sa herë përmenim neve Shqip, fjallën, deri tani, na ka shku mendja pikërisht si ke fotografi këtu, me qeleshe, me luftën, me barotin, me zjarën, me këtë, edhe thomë, okej, pse mos mu përmend Shqip Dance, diçka që është moderne, që dhe instrumentet brenda nuk janë Shqip, po nuk do të thëtë që me do e mos tjetë Shqip. A do gocat shqiptare ishin? Shumica janë shqiptare, shumica prej veneve tjera, kështu që me rëndësi që ka nga bonit vetën. Përqojnë e mësa shumë mirë që ne mund të kësejnë Shqip me qëfar do loj zhandri që neve na ipet për para dhe qëfar do loj gjuhës që është kanga, që dëgjojmë, nësë fund. Pati sukses. Absolutisht pati sukses, po duket se gjithsesi notat patriotike janë ato që gjithmonë ndezin, gjithmonë ecin. është bërë patriotizmi dhe pa komercial, ta themi? Ne nuk mendoj që kjo kangë lidhet me komercializmin, si kurse që nuk lidhet as Proud to be Albanian. Ne kemi pas propozime që të bëjmë Proud to be Albanian 2 apo 3, të vazhdojmë natyrën jetë. Ne nuk e kemi përsërit as një hermo, për që 10 vite ne nuk kemi bo kangë me atë përmbajtje. Edhe po që se dëgjën këtë këngë, përveç që e me Shqip Dance, që nuk transmeton do një patriotizëm në fjallë, vetëm që është fjallat Shqip Dance. Si them një loj marke, një loj brendi. Slogani është që përmbani dosë patriotikit, dheri sa mrenda nuk ka për shambull instrumentet që mund të identifikohen, që ndezë Ajo Culja është shqiptare? E kemi, e përdorin dhe ne. është indiane.
Kjo që ishte këtu. Na nxan pak në Shqipën, kjo është nështë edhe qëllimi që e kom përdor pikërisht atë instrument, që nxan në Shqipën, po me gjithat nuk është Shqip. Kjo është një kombinimi çuditshëm që e ka bot vetën, njerëzve ka pëlqy. Nuk mendoj që ka lidhje ashtu me patriotizmin, që shprehës, që flet, mirë, po vet kanga dhe ai slogan i jep një farë ngjyre që unë nuk mendoj që është e komerciale. E jep dhe këtë pjesë. Ajo pip në fund ç'a ishte? Ajo është një përshëndetje e fundit në rastin, domethënë të gëzimit të prum apo hidhrimit të prum të ekiparit. Mirë. Personazhi që vjen tani është parë gjithmonë si një këngëtare e ëmbël, një këngëtare bukuroshe, një këngëtare shumë e dashuruar, vdes t'i bëj surpriza ëngjëllit të saj, apo edhe një ja bëri edhe javën e fundit të njëjtën e kaluar në Top Show magazin. Vjen sot në fakt, sepse këtu jemi Malizi, Kosova, Maqedonia, Shqipëria, domethënë e kemi bërë këtë hartën e shqiptarisë në rajon, por na mungonin arbreshët. Kështu që ajo vjen pikërisht me një këngë arbreshe, me Moje bukur amore, Xhensila Myrtezai. Të lashe më së pas, moje bukura more, si të lashe më së pas, si të Xhensila Myrtezai vjen sonte në Top Show në version arbëresh. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Mirë se erdhe. Gëzuar festa të gjithë shqiptarëve. E thamë fillim na mungonte edhe pjesa arbreshe sonte në studio, kështu që na e solli Xhensila këtë moment. Pse të pëlqen nga shumë kjo kënga? Vetëm se është bërë kështu që është e sigurt që e ngrë publikun apo? Jo, absolutisht. Ka një periudhë shumë gjatë që te makina ime dhe Besit
dëgjohen vetëm këngë arbreshe dhe janë aq të bukura me teksta aq të bukura. Ishte kuriozitet profesional, si ndodhi? Patjetër, në fakt ishte edhe një lloj sfide që doja ta provoja veten, kështu që nuk ishte vetëm çështja e atmosferës, po kjo është një këngë që duan gjithë, po Jo, po pyesja pse dëgjoni me besin këto këngët arbreshe tani? Janë të bukura, kanë tekste shumë të gjetura, shumë të bukura. Në fakt, një mikesha jon na solli diçka për dëgjuar. Edhe pastaj filluam duke kërkuar dhe janë bërë disa CD në makinat tona. Që janë vetëm këngë arbreshe. Po, vetëm këngë arbreshe dhe të bukura pafund, të vjetra arbreshe. Kanë edhe atë nostalgjin, mallin e 500 vjetëve që kanë ikur nga Shqipëria dhe që e shikojnë. Janë shumë rënqet se janë erëzakonisht bukura. Mirë, edhe duke që në viti i Deradës shkon fiks kjo histori e këngëve arbreshe në studio. Po, do flasim pas pak prap me Xhensilën se nuk është puna që kjo tani dëgjon vetëm këngë arbreshe dhe rri vetëm te makina e Besit duke dëgjuar me të këto te makina e sa tani vjen Besi te makina vjen Besi te domethënë të dy kemi CD të ndryshme tek makinat tona përkatëse. Te makinat përkatëse. Okej, po përveç kësaj kjo ka filluar tani këndon dhe motorrave. Po e marrin vesh pas pak se si është kjo historia e motorrave, se duhet të kthehemi edhe një herë tek grupi legjendar, tek Elita 5. Pjesa tjetër e grupit u largua se normalisht duhet zinte vend pjesa jonë e orkestrës, po kemi Arifin dhe Virusin dhe siç e thash në qershor ne promovuam videoklipin Më fal nga albumi i Mojkani i fundit. Ndërkohë që tani vim me një tjetër videoklip për ta promovuar. Është titulli? Kënga titullohet Meteor. Meteor me tekst të Arsim Bunjakut dhe normalisht kompozimi i jon, Elita 5. I punuar në Maqedoni tek produksioni Fabrika, që patëm besim, dhe kësaj radhe e realizuam edhe një videoklip me atë. I njëjti autori i Nuk jam diktatorit është edhe i Meteorit. Është edhe kjo, e ndjekim këtë videoklip. Me njërë pastaj të. Videoklipi më i fundit i Elita 5 nga albumi Mojkani i fundit. Arif nisët thoshe, po u futëm në... Dhe të them se edhe ne e shohëm për herë të parë. Edhe ju e shifni për herë të parë, e të mërshme. Më freskët se kaq nuk ishte ndodhur. Mrom kur nisëm rrugës edhe ai doli atje te rruga edhe na e dha. Si din ashtu që s'patëm mundësi edhe ta shikojmë. Tash do ta komentojmë mes veti kur. A ju pëlqeu? Po mirë. Grupi që nuk plaket kur do ketë një koncert të madh recital në stadium, në Tiranë ose në Prishtinë ose... Po, deve planifikojmë një gjatë të tillë, ja themi drejtën, po duhet një përgatitje shumë e madhe, duhet një kohë pak goxha më e madhe, sepse non-stop jemi në rrugës, non-stop koncerteve, ashtu që duhet të gjejmë një termin ashtu. Ju vjen keq që në këto rastet ju kërkojnë gjithmonë e pëlqej shiun kur bie, se unë tani isha gati t'ua kërkoja ta këndonit. Ju vjen keq që me gjithë këngët e reja, hitet e reja, ne kthehemi prapë në një pikë. Po mund t'ju them se në për koncerte shpeshherë kam cekse vërehet se i kërkojnë këngët e reja. Besoni që Al Caponia ka dalë 24 vjet, po në koncerte ka që edhe 18 vjeçar, 15 ose që s'kan qenë të lindur, po e këndojnë dhe e kërkojnë. Do me thonë është shumë kollaj për neve, pas që gjithë koncertin që fillojmë dhe mbarojmë, publiku i këndon këngët. Kur i din këngët është shumë kollaj edhe për grupin. Kujtoj gjithashtu që talenti Elita 5 është trashëguar edhe tek fëmijët, se vajza e Arifit ka fituar çmimin e artistes së re më të mirë në Top Fest 7, po ashtu edhe vajza Besimit që ishte në bateri ka fituar po ashtu çmimin e artistes së re më të mirë në Top Fest. Kështu që komplimentat. Faleminderit. Okej, në fakt unë dua ta falenderoj Virusin dhe Arifin që i kishim në pjesën e dytë të emisionit. Faleminderit dhe shumë sukses dhe tjera. Dua të falenderoj gjithashtu Gencin dhe Milotin që ishin me ne në këto dy pjesë të emisionit. Kidën nuk dua ta falenderoj fare, në fakt sepse do ta ftoj me një herë të vi në sken. Si gjithmonë Kida on air. Më kritikuan erën e kaluar sepse kjo qëllimisht e ka titullin e këngës e ka Kida on air dhe jo Kida on air, po unë i infektuar nga anglishtja ime e varfër, thosha gjithkohës Kida on air, Kida on air, kështu që e korrigjova sot tash Kida on air. Vazhdoj që ndron air se është bukur. Falenderoj që ishe. Okej. Kida.
vede pos ki me pas, jo Që jam edhe herën tjetër Ki me t'akuza edhe qia Ra unë gatë kur m'kalon më së vak Shë unë s'për shë Ki pse ikti mos se nuk typi jo Iki po vish kom ik të s'ko Dhe i më shkeme mny të njetën Lepe all night Se ti t'jeni që beton Se e ki para fyre s'kom vaj Baby s'kom vaj Se qa t'jeni që beton E kite on po nuk do ne pranu te Son mojo qa bën si kudel me konë si lë shak më shkon te Asni erë si unë nuk i me paste Ma gani për ty po dikur ma te E kom shkrujt nare, kom gjujt nare Për fil naj Ta shdush me lypë naj Shumë i rede se unë e se ki as një Me m'la bensu nuk unë është me kur që Ma me për madhe Se dim se lodhesh me të tjera Ma t'mi se unë s'ki me pas Jo nuk ki me pas Po te vete po s'ki me pas Jo Shia më dhe erën tjetër Ki me t'akuza edhe në shia Ram gat kur m'kalon më së po Ki pse ikti mos se nuk typi jo Iki po veç kom ik të s'do Baby, s'kom vaj Se qa t'jeni që beton e kite Po nuk do me pranu te Shumë për